Servisa e parë për 2026-ën, kështu që. Qoftë me kombëtarit. Me kombëtarit, E ke nis me neve dhe ke nis në mëngjes, besoj që mëngjesi është shumë i mbarë për të gjithë. Morning person. A je morning person? Po, jam njeri mëngjesit. Kudo që flej natën, me pa tjetër, ora 6 e mëngjesit është zilja jeme e parë. Ama edhe dalohesh pak, këtë menoj që dalohen personat e mëngjesit, se janë të qysh ma gjallë, edhe duke shumë e vime. Aty muj me të se unë jam një prej aty në njerëzve që nuk pi kafe për mu zgju, kur dhe që zgjona, kështu që jam direkt të zgjuar, automatikisht. Po, duke shumë energjike dhe përçonat energjinë solare, besoj edhe. Mundona. Po, qka të ka sjell në Kosovë, sepse... Shumë i qamë ka sjell në Kosovë, po Kosova është shpia jeme e parë. A e para po e dytë? Ja, e para, djeta jo, publikisht është e para. A ka ndonjë tjetër arsye pse që kemi kaq shpesh në Kosovë, ka ndonjë lidhje, dashuri? Çfarë dashuri, moj motra, se shpejt është e re, jom hala. Ka arsye, e para jam këthy në universitet, po bëj masterin, edhe biles ka njëherë po keshën me kolegët e mi edhe po më thonë, po Ariot, po pse? I them, po tani kam ardhë mu diplomu për gjyshe. Po, e pse? Po, mendoj që është momenti për me investu të vetja, edhe masteri është një prej atyre që më ka mungu, edhe se kom pas kohën, se kom pas momentin, mendoj që është momenti maj mirë për me u këthy me investu të vetja, s'ka rëndësi mosha aty, pavarësisht dëshira jeme është kanë për me marë masterin shumë më herët, po tani koha është kjo. Dhe arsye dytë me që jam tani ma prezente, ma shumë se gjysën e javës në Prishtinë, vendosa me realizu edhe një ndër që është e jemja ka hershme për me hap një akademi. Fokusi i parë janë fëmijët. Çfarë është kjo akademi? Akademia është për fëmijë. Tani akademia është emri i madh, se aty jepen kurse. Nuk kom fol, po tani është momenti për me fol. Kërsa aktrimi? është aktrimi, është muzika, është kërcimi, do me thënë në të tërën, akademia ofron për fëmijë dhe jo vetëm, sepse mosha është nga mosha 7 vjeç deri pa limit. Është edhe për neve, për shembull, absolut. E them ma herët që nuk është vonë asnjëherë me u kthy shkollimet. E kom vrejt këto se fakultetit. A është vonë për mu dhe Blerina? Kom dhënë një vit mësim në një akademi në Tiranë, edhe kom vrejt se sa njerëz të apasionum ka masa aktrimit. Sigurisht duhet t'i kesh 2-3 dhana, e mandej nuk është kur vonë, sepse eksperienca juj, po mendoj që televizive vlen shumë për ata që donë me kanë aktor të filmit. Dhe ideja është që është gjanë shumë e bukur që njerëzit e kanë pas pasion aktrimin, vinë, mësojnë bazat, edhe mandej e tonë puna mësohet kur ti je në terren, kur bo projekte. Se dhe ne ashtu i kena mësu. Kena mësu bazën në shkollë, e mandej kur kena dalë në praktika është komplet një tjetër gjë. Pra s'ka të dashur që ka s'jellë. Ja, nuk ka të dashur. Super single. Super single vazhdo? Super single vazhdo. E qysh është jeta super single? Shumë e bukur, shumë e mirë. Ki ku mjaftu shumë uverve se cilin element jetës tonë? Kom shumë kohë për vetën. Ma në fund mas rritjes fëmijëve, po mendoj që ka ardhur koha mu investu pak më shumë të ariolat, të dëshirat, të ëndrat, paralelisht me fëmijën. Student fëmija, student nëna. Shumë mirë, bashkë një atmosferë e tillë në familjen e juaj është me libra. Po. Të studiu të në kohës. Ndeshta me të pitë që është pritën në Kosovë, se edhim që je figur shumë e dashtën për shumë serialeve, po normal edhe për Big Brother që ke qenë, sidomos edhe lajmen që kime jetu edhe me vepru në Kosovë. Shumë mirë, jo më habit prej interesimit me njëhershëm, se ashtu nuk është se kom bo shumë të madhe hapja, nuk është se i bona një promovim me ftu mesh, njerëz, me hap, me bo shumë të madhe, ashtu shumë big deal, kom shku shumë qetë, shumë avasht,
duke besu në vetë vetën, potencialin tem, edhe për i dashuris njerëzve që e the, edhe më kanë habit kom prit shumë nona me fmi këto ditë takime, shumë interesant se i shof prindrit që projektojnë andrat e fmit e vetë, ashtu si që unë kom projektu të fmit e mi, apo prindrit tanë të ne. Edhe më vjen shumë mirë që nonat janë ato, se nonat e marrin informacionin, se fmija nuk është se kanë lidhje, edhe kanë lidhje me rrjetet sociale, po s'kan lidhje ndoshta me ato që unë po bëj edhe po veproj. E shumë mirë që jemi këtu të rrjetet sociale, sepse fëmijët i kemi gjatë gjithë kohës në smartphone, në pajisje elektronike, dhe kemi shumë ankesa edhe të prindërve që ndoshta nuk mund të shmangë. Një ndër arsyet është kjo, fëmija ka marrë një kohje nga rrjetet sociale, nga telefoni, do detox, do kohë kualitative, do kohë me kalu si fëmi, sepse në akademi ushtroj në përmes lojrave logjike, lojrave përqëndruese, do me thonë kështu e zhvilloj mësimin, duke lujt, duke u përqëndru, duke mësu zhana të reja, edhe arktohen, edhe kom bo open class, kanë ardhë fëmi, dhe më thonë, e ti të Ariol, kur kena me ardha petë? Do thotë janë knoaq, kanë kalu. Shumë. Edhe është një thirrje për me ja u bo prindërve sidomos, sepse fokusi e thash interesi kryesor është e fëmija. E në përmes kësaj, kom realizua edhe projektin e parë që është një emision shumë i bukur për fëmi, ku të gjithë potencialisht fëmijët që marrin pjesë në akademi, do marrin pjesë absolutisht televizor, filma, teatr për fëmijë. Të kenë dyer të hapura. Absolutisht programe të cilat i inkuadrojnë. Jo të gjithë fëmijët kanë prirje mu bë artista, sepse disa kanë prirje në shkencat e sotë. Fëmijët që e kanë talentin, pse mos me ja u zhvillu brumin e mirë që e kanë brenda edhe me kalu ko si fëmi bre, si fëmi. Ariola, po këthena pak tek fëmijët që i përmente, a mendon që ke arrit me e largu pak për rrjetet sociale, e di që forma e prindërimit më duket kur nuk mjaftohesh të mendon që mund është ma mirë, po sa je kënaqur me mënyrën që shikë. Na e kena pas një jetë, tani që këthejna mbrapa e mendoj, e kena pas një jetë shumë të bukur, shumë aktive, shumë sociale, kena lujt, jena zonë, jena pajtu, dhe në të njëjtën mënyrë fëmija rritet, zhvillohet shumë ma shpejt, socializohet shumë ma shpejt, ndërsa sot fëmijët e sotshëm janë pak ma introvert, pak ma nuk të avarin, sepse nuk socializohen aq shpejt nga që rrinë vetëm brënda, nuk është ma ajo jeta që dilshe nga mëgjesi deri në darkë, lujshe me shoqnin, me rrethin të shtëpive, të pallateve, që kena na sistemin e organizum në përbanesat ku jetojmë, edhe akademia është një prej atyre vendeve që shkarkojnë energji, plotësohen, lumturohen, sepse secili fëmijë e ka vëmendjen. E dim që edhe shumë prindër, sepse ndonjëherë edhe kritikohen, po ndonjëherë edhe vlerësohen, që gjatë gjithë ditës janë prej një akademie, prej një kurs me fëmijët e tyre, për t'i larguar sa më shumë edhe nga teknologjia, por gjithashtu edhe për të zhvilluar potencialet e tyre për ta. Edhe bojnë shumë mirë, sepse janë prindër që janë realisht aktiv në kuptimin që secili ka punën e vet për me investu, harrojnë që, do me thonë, fëmijët përveç kurseve që kanë me mësu, në shkollë që janë detyru matematik, gjuhë e zhona që ndoshta ju duhen me ju ardhë ndim, ky është një prej atyre kurseve që fëmijëve tyne ju sjell lumturi, ju sjell zhvillim personal, ja u largon komplekset, nëse njihen bullizum, kanë me mësu që kanë një potencial edhe kanë mundni ma të vetëdijshëm dhe ma të plotësum për ato që është të ju ndodhë në procesin e rritjes. Ma të përgatitën. Sigurisht që akademia ka shet fokus, edhe një prej zhonave që une kom investu në akademi, është edhe prindrit që kanë fëmijë të veçantë, që po themi me spektrin autizmit, që kjo kategori fëmijësh absolutisht janë të lirë për me ardhë, për me u socializu me fëmijët e tjerë, po edhe e kanë fri kuptimin e kurseve. Për me u ardhë ndim edhe me pas një kategori të veçantë që i socializon fëmijët e kësaj kategorie të veçantë me fëmijët e tjerë. Shumë gjest i mirë dhe shpresojmë që ta shfrytëzojnë të gjithë prindrit, sepse shpesh ndihen të përjashtuar prindrit bashkë me fëmijët e tyre edhe nga klasa, sepse shpesh ka prindër që
që në shkruaj peticione që të largojnë këta fëmijë nga klasat ku mësojnë fëmijët e tyre, andaj një gjest fantastik. Dhe shpresojmë që ka me shku si më së miri Akademia. Faleminderit. Po i rikthemi pak disa gjërave aktuale që i kemi. Po besoj na petu full për Big. Aktualisht Big Brother me si është çështja kryesore. Është çështja padyshim kryesore. Po të ik Bigu pe përcjell? Jo, po i përcjelli Primet, se vetëm atëherë ndoshta kam mundësi edhe kohë, po Primet po me patjetër i ndjek tonë edhe të premte, edhe se i kena Big mas Bigu, edhe po i përcjell po. E shihim 24 orë. Bigun e Kosovës në fakt e kom përcjell jashtëzakonisht shumë, nga i pari deri te ky i katërti, edhe sigurisht nuk përshtojmë pa i pas edhe në ata favoritët tonë. Padyshim. Blerina tha shumë mirë. A i shihi për 24 orë, po më gjenetën që hinë vjenë, në të një. Po, gjanë shumë e bukur, ndryshoj shumë dinamika, se kur je banora të mrena, ti ki nevoj për përkraje dhe çdo person që futet brenda, qoftë ata që janë të ftumë, qoftë njerëzit familjar që vinë, ti mundohesh me vjedh diçka aty këtu me ditë ku je jashtë. Se krejt bëhet për me pas një sukses, për publiku me dasht, publiku me të njoftë më mirë, edhe po e pash që Gjeneta ndikoj ndoshta shumë për mirë të se cili banor aty brenda. Leola, qysh është me qëndru brenda edhe po, ish interesant me hi 24 orë. Qysh është me qëndru brenda asaj shtëpie, sepse publiku nuk e kupton, po është një eksperiencë shumë e fortë. Realisht është shumë e fortë. Është ajo që ti don me tregu veten, mu vlerësu prej publikut, publiku me të njoftë më shumë, don me patjetër me pas sukses, sepse ky është një format që duhesh me pas sukses, ti jepet hapësira dhe ti duhesh me shfrytzu 24/7 për me shpalos komplet karakterin, talentin, kush je ti, që mandej kjo përkthehet në shumë favore kur del jashtë. Po, të është përkthyer në shumë favore kur ke dal jashtë? Sigurisht që po. Që prej brenda deri jashtë, sigurisht që Bigu ka qenë ndoshta një shkallë pak më lart në karrierë, ndoshta njerëzit nuk e shohin këto, po për mua po. Ka qenë një eksperiencë shumë e fortë psikologjike. Po e përmendë psikologjike. Nuk është se kom ndryshu shumë në kuptimin e asaj që jem kanë ma heret. Po, që ja ke pa hajrin Bigut, po, është dhurata që mu ka ba, është një prej dhuratave ma të mëdhaja që është ba, po themin të dy Biget. Se kjo dishta në pytë sepse në rjetë është vajtë gjithmonë në pikpytje. Jo, ka ndasht njerëzit me vunë pikpytje, për me thonë, jo si adhuroj, sa jo ka qenë në proces ndërtimi. Sigurisht, unë absolutisht në gjdo intervjist e kom thonë që po, dhuratën e kom marrë. Tani njerëzit dun me konë aty, se dun me ndohë me ty. Sigurisht që ata janë gëzu dhe kam dashtë që kjo dhurat me konë reale, në fakto konë reale, unë gjithmonë kom thonë, po e kom marrë, as njëherë nuk e kom mohu që dhuratën e kom marrë. Shpesh e dyshoj njerë, sepse një shumë se ma e vogla me ndodhë me njerë ka dyshime. Jo, o kanë dyshimi njerëzve, edhe unë jam di shumë krenare, po edhe shumë e vlerësume prej... Një prej banoreve që ka përfitu mas shumë te, bazuar në gjitha edicionet që jeni ju. Eksakt, po. Ajo është një pron që gjdo ditë rritet vlera, kështu që si mund të them nuk ja kom pa hajrin Bigut, se ajo ka qenë një prej objektivave të mia me fitu Bigun që me përkthy në atë që unë dëshiroja për mu edhe fëmijët e mi. Mirë po edhe shumë e meritume sepse ke qenë shumë aktive gjatë qëndrimit tënd, sidomos edhe pas rrëfimit i ke afru shumë shikus, i ke afru shumë edhe normal edhe vetë Big Brotherin, kështu që... Unë mendoj që një ndër pikat më të forta të personazheve aty brenda është kur janë vetvetja, kur të regojnë se si kanë arrit, se gjithë kena sfida, gjithë kena një histori për me të regu mbrapa, dhe kur të regon dë vërtetën, pa doreza, ose unë e kom minimizu historinë teme për mos me lëndu shumë njerëz, mos me fut shumë njerëz në lojë, sepse është ma mirë me i reduktu sendet, se dhe ashtë sa kom të regu dhe prap është kanë shumë e rëndë. Po mendoj që njerëzit, artistat e kanë obligim me kanë të vërtet për para publiku tyne. Me ju kalzu edhe sfidat, edhe ngritjet, edhe rënjet, po edhe triumfin që është në fund. Apo bëhet kjo në shtëpin e Big Brotherit në këtu në Kosovë? Përveç Elionës,
që më ka prek thellësisht, është një prej historive që më ka prek mas shumti prej gjithë Big Brotherve, janë tregu të sinqert, po nuk e kanë atë ndjeshmërinë që e ka pas Eliona në vetë par, 2-3 e mandej. Dhe me thonë, një histori shumë e dhimshme. Dhe me thonë, shof që të Eliona ka dramë mbi dramë, që drama e fundit ka qenë humbja e prindit, humbja e motrës, e kom pa të ndjeshme, e kom pa lojtare të fort, që se është lojtare e fort. Unë e kom 2 favorit aty brenda. E para është Eliona, i dyti është Lundrimi. Elionin e kom pëlqy prej fillime, edhe do të regoj diçka që unë e kom zbulu në 10 orë, kur i ka të prindrit për vitin e ri. Mami dhe babi më tregun që gjyshrit e Elionës kanë qenë të nanë periudhën e luftës dhe e kisha pak të fshime ato, po i thashma hapa albumin dhe zbuloj gjyshin dhe gjyshin e Elionës të shtëpia jeme dhe ma i mend shumë mirë gjyshin e Elionës, tezet e Elionës me cilët kom edhe foto, edhe e zbulova dhe thash a thu... Së kështë dhe none e Elionës? Jo, nuk e kom, i kom vetëm 3 tezet e Elionës në foto, unë jam diku 13-14 vjeqe aty me tezet e Elionës, mande ja u tregoj edhe fotot. Po pas ka arsye me u fut... Nuk du me nxjerr nga që ata edhe nuk janë të dalun publikisht, nuk po du. Nuk do me i shfaq. Jo, nuk du me i shfaq, ama fotot ja u tregoj se i kom këto. Sigur kanë me i kërkuar të fotot. Eliona ju ka ngja shumë edhe tezeve të zhveta, se i ka shumë të bukra, kini me pasat bukra i ka tezet, edhe thash, wow, më pas ka ngrenë ndështa gjaku, mërtë shumë mirë që e kom dasht prej fillimit, ndështa pa e tregu historinë e jetës dhe mendoj që Eliona është një prej atyne banoreve që është e sinqert, është e nënvlerësume për shkak të moshës, unë mendoj si sa 18 vjeçar ka bota shasher është përmend fjala 18 vjeç. Nuk du të me neglizhu që brezi i 2000-shit, Eliona ka moshën e fëmijës tem. Do me thonë, Eliona tani në fund të janarit bën 19 vjeç, vajza jeme i bën 19 vjeç me një qesho, është një brez i fëmijës tem. Dhe po mendoj çfarë potenciali kanë ky brez të zgjuar, të artikuluar, me vetbesim. Unë mendoj që Eliona brenda vetës i ka 250 vjetë në mënyrën se si shprehet, mënyrën se si duron, mënyrën se ka 2 ndryshime. Ka lojtar të fort edhe ka nga ata që bojnë loj brenda. Dhe mendoj që Eliona është një lojtare shumë e fort, një lojtare shumë e sinqert, një lojtare shumë vetvetja. E pse jo me pa edhe potencialisht fituese të këtij edicionit për me i tregu që 18 vjeçarët janë një brez i artë, janë një brez i cili të bëjnë ndryshime jashtëzakonisht radikale në vendin tonë. Është kritiku mjaft shumë historia asaj është përdorë dhe aty brenda, është përdorë jashtë, vazhdon të përdorët ende. Siç më është përdorë edhe mu historia, brenda dhe jashtë, sepse ajo është pika e dobët e Elionës. Dhe çfarë ndodh? Ty ta shfrytëzojnë, për shembull, unë jam konë shumë e ndjeshme, unë në për çdo intervistë që dalë, që nuk jemi në një kompeticion, që nuk jemi në një big, nëse më përmendet fëmia ndjeshmërinë më të lartë e kam te ata. Te mënyra se si kom shef mi au realizu dëshirat, te mënyra që kom projektu unë suksesin tem, te ata me i po matë suksesshëm se sa une. Dhe njerëzit janë priorë, qoftë njëtën reale, po qoftë edhe në atë televizive që me të lëndu të pika jote e dopt me thonë ti duke shfrytzu për famë. A nuk është kjo një ndër arsye që ti futesh në Big Brother për me të njoftë në tona forma tua, të mira të këqija, se na jena njerëz me të meta. Ma thuj mu një njeri që është në Big Brother që nuk ka as një të metë. Atëherë ne i kapemi njerëzve ku e kanë pikën ma dopt. Po si mundet Eliona për me shfrytzu që e ka të freskët, që ajo dhimbje ka me shoqëru, kjo dram ka me shoqëru gjithë jetën që është një dram shumë e fort. Do me thonë, vete kanë pytë, sa ajo nuk dul me të regue, vete kanë pytë, vete ja kanë prek pikën e dopt. Normalisht që ajo është edhe fëmi, po edhe në kuptimin është duke u rritë. Big Brother ka me forcu shumë, pavarësisht se ajo është një vajzë shumë e fort, mendoj që ka me forcu shumë si personalitet, po edhe si figurë publike. Po i përmeni vetëm këto efektet pozitive, a mund të ketë ndonjë efekt negativ aty brenda Eliona, që gjatë gjithë kohës është... Jo vetëm Eliona, po tjerët. Po mendoj që Eliona nga që është një figurë e re për publikun, jashtë ka me ndi suksesin, dashurin, përkrajen e publikut dhe mendoj që ka me superu, se është majri. Figurat tjera po mendoj si Labi,
që ka pas një tjetër imazh jashtë dhe një tjetër imazh brenda, jashtë kur dalin kanë me pas shumë atë vështirë. Unë e kam pas shumë të vështirë. Ariola, që labi do ta ketë më të vështirë, kemi fjalën për labin kongëtarin apo jo? Po. Për shkak të shpesh debateve që i ka krijuar sepse labi luan mrenda. Luan. Do me thonë, ai ka hi prej jashtë me lojë. Do me thonë, nuk u tregu që është lojtar brenda, po ka hi që jashtë me lojën. Ka limite loja, sepse labi pa limite. Ka limite, loja ka limite. Edhe ja përmendi familjen e Lionës, edhe gjatë gjithë kohës që ja përmend, është e tepër çabo. Unë duke qenë prind, kur mora vesh që është në 18 vjeçar brenda, e kom pa sigurisht me synën e një prindi. Dhe e kom pa shumë, ndoshta paragjykimin më të madhe ka pas për shkakun e moshës, jo për pse jeti këtu, jo për gjithë secili e ka zgjedhjen e vet. Dhe nuk mundesh ti me e paragjyku. Ai po e ka paragjyku për moshën, po ai e ka paragjyku. Si mund ta paragjykosh një njeri ose ti përmendesh njerëz që kanë ndru jetë? Ku është arsyeja? E pash edhe ludën. Shumë njerëz që e kanë nënvlerësu, e kanë pa që është e fortë dhe tani e atakojnë ku të munden për me dobësu shpirtnisht. Se tani njeri kur dobësohet shpirtnisht, dobësohet ndoshta edhe në lojë. Po Eliona vetëm ka shku duke u rritë në lojë. Edhe labin e shoh figurë, mu nuk më pëlqejnë këta njerëz që zhujnë poshtë brezit. Nuk më duket fair. Edhe labi ka fëmijë sa Eliona. Pikërisht disha të thëmë, ju keni një ndjeshmëri, një empati shumë të madhe, duke shikuar bigun ndaj tazëm Elionës që është në moshë me vajzën tënde. E fundit Gonxhe, empatia na bën njerëzor. Empatia na jep vlera. Këta harrojnë që ky program mbaron, fillon vitin tjetër hyjnë personazhe të reja. Edhe njerëzit kanë me mbajt mend negativitetin e karakterit tënd. Dhe me thonë, sepse ai nuk du të merre me figurën e labit, se nuk është vetëm labi aty. Ka edhe tjerë. Njerëzit që brenda kësaj loje nuk kanë empati për shkak të çmimit të madh, unë nuk i shoh si njerëzor. I shoh si robot për një arsye, me kap famë, me kap çmimin e madh, po jo gjithçka bëhet për lek, jo gjithë shka bëhet për famë. A shkë realiteti jashtë, që po e pasqyrojnë dhe ata brenda? Shiko, aty amplifikohet, multiplikohet në shumë dimensione. Po jeta jashtë është luft. Mu çka më dhemb është që në jetën e përditshëm ka njerëz që janë parazita në kuptimin që i marrin sendet duke ja u fut thikën tjerëve pas shpinë. Kjo mu më dhemb. Kur e shet një njeri që është i drejtë, është punëtor, tani të metat i kemi, na shoqërojnë, jemi njerëzor. Po kur ti janë ngullë thikën tjetëret, mas shpinde, me plan, kjo është shumë e dhemshme. Kjo funksionon në jetën e përditshme. Ka ndodhë? Dhe me thënë, nuk e di nëse më ka ndodhë, po që ka pas përpjekje, mendoj, tani përpjekje është, po mendoj unë, përpjekje periferike që të thëtë jo më tha, jo i thash jo më the. Se sa ka ndikuat atë personat e dytë ose tretë, kjo... Betet shihet. Jashtë kësaj shkurt sonte kemi prajme dhe me zbanorëve është për fol madje dhe Gjeneta i ka pyet a e kishte rikthyer edhe nëse i shkon në dorë tane Arditit, kështu që mundemi nashta edhe me u përball me një situatë të tillë sonte ku është në dorën e Arditit sa kthehet Edi ai. Po unë tisha kanë se Edi nuk futna. Sido që të vendosin publiku, se publiku vendosi me nxjerr, edhe t'jem si Edi nuk futem brenda. Mendoj që shiko, nuk na përcaktojnë momentet negative kur dalim prej vetes kush jemi. I ndodh çdo kujt. I ndodh çdo kujt që me te pru pak masën edhe mund gjetë tani jashtë lojës. Po mendoj që situata prej mbi ngarkesës ka eskalu. Sigurisht. Mirë, Ariola, faleminderit shumë që ke qenë së bashku. Faleminderit ju.